Dashuria, dhimbshuria, hiri, është shenja dalluese e një të krishteri. Është ajo që kërkohet nga ne, është udhëreca kryesore. Nuk ka rëndësi se sa di, sa mirë e nje Biblën, sa mirë ditë profetizosh, apo teologji, ka shumë nga këta. Po shenja dalluese vërtet, Jezus e thotë, jo unë, është dashuria. Keni hyrë ndonjëherë në një dhomë ku sapo ka pas një sherr, ti hyn edhe ndjen që kolegët po shihen kështu me njëri tjetrin. Ti hyn dhe dikush del. E kupton? E mund ta prekësh atë tensionin, mund ta presësh me thik, thon, tensionin në ajër. Sepse ajo çfarë ndodh, dashuria, apo e kundërta e dashurisë, urrejtja, është diçka që mund të ndihet, energjia që ajo prodhon mund të ndihet. Dhe pyetja është, çfarë ndjejnë të tjerët kur na takojnë ne? A jemi ne njerëz që emetojmë dashuri, emetojmë paqe, apo jemi ne njerëz që i shtyjmë të tjerët, i largojmë? Nuk ka nevojë të përgjigjemi, sa kjo është një reflektim i brendshëm. Çfarë ndjejnë të tjerët kur takohen me ne, mbasi janë takuar me ne? Fjala vjen, janë ndarë nga njëri prej nesh, edhe kanë ndjerë dashurinë, kanë ndjerë dhimbshurinë, kanë ndjerë hirin e Perëndis, ose jo? Ose jo. Më ka ndodhur, për shembull, jam i sigurt ju ka ndodhur dhe juve, që të jem në një problem, të jem në një hall, të kem një vështirësi, dhe takoj dikë në një rast, edhe jam duke i qarë hallin, jam duke i hapur zemrën, siç themi. Edhe dua të më dëgjoj, edhe njeri i mirë, njeri i afërt. Edhe çfarë ndodh është që 5-6 fjali në këtë bisedë ku e kam ballë për ballë në një kafene, tjetri nxjerr telefonin, e merr ca mesazhe. Edhe më thot pastaj, ke parë këtë aplikacionin e ri, është një aplikacion shumë i mirë. Edhe jam betuar mos ta takoj më këtë njeri. Sepse ja ku jam unë që po mundohem të tregoj një vështirësi time, një hall timin, një problem, edhe ai e ka mendjen te telefoni apo te një aplikacion që duhet të më tregoj se shumë cool është një gjë e re. Njerëzit kanë nevojë që të shikojnë tek ne dhimbsurinë, të shikojnë prekjen e Perëndis. Kjo është edhe fati i një njeriu të krishterë, sepse mund ta bëj këtë pa predikuar. Bibla e parë, imazhi i parë i Jezusit që ata do të lexojnë, jemi ne vetë, mënyra se si u qasemi, mënyra se si sillemi me tjerët. Ajo çfarë u japim atyre pa kërkuar. Kur njerëzit janë pranë nesh, ndjejnë interes apo indiferencë. Sepse dashuria, mirësia, dhimbshuria ishin arsyet pse njerëzit shkonin tek Jezusi. Nëse e marrim Jezusin si shembullin e atij që ne ndjekim, atij që ne imitojmë, keni parasysh shumica atyre që e ndiqnin shkonin tek ai sepse ishte i dhimbsur. Ai rrinte me ta gramlecit, rrinte me mëkatarët, rrinte me prostitutat, rrinte me të gjithë këta që askush donte t'i shihte me sy. Që mësuesit e ligjit i përbuznin, i merrnin si shembull të asaj që nuk duhet isha. Ai prekte lebrozët. Ata thoshin, mos o Zot, i vinin dhe me shenjë, mos afrohen në qytet. Ai shkonte, prekte lebrozët, shëronte. Nëse duam të bëjmë si ai, duhet që t'ja vjedhim në kuptimin e mirë këtë pjesë të natyrës së Krishtit, dhimbshurinë, dëgjesën, interesin tek të tjerët. Ka një varg që thotë se duke të jetosh si Jezusi do thotë ti duash të gjithë. Të gjithë. Jo me zgjedhje. Sepse shkollajt i duash sa njerëz, sepse janë evlatët e tu, janë prindrit e tu, janë miqtë e tu të ngushtë, po Jezusi na thret ti duam të gjithë. Tregojmë dashuri nga zemra jonë për çdo, cili do qoftë ky në jetën tonë. Pra është një dashuri pa kushte, pa pritshmëri. Luka 6:27 thotë: Unë po ju them juve që më dëgjoni. Ti doni armiqtë tuaj e t'u bëni mirë atyre që ju urrejnë. Që ju urrejnë. Tani fjala dëgjoni këtu do të thotë më shumë se sa të dëgjosh
në kuptimin e veshve. Juve që më dëgjoni, po thot, juve që më bindeni, juve që më ndiqni, juve që më njihni. Se unë mund t'i them t'i mbiri la jenët, po ba. Rregullo dhomën, po ba. Rregullo këpucët, po ba. Po në rast se nuk e bën, më dëgjoj, po në rast se nuk e bën, am ka dëgjuar vallë? Ai po thot juve që më dëgjoni. Dhe kanë fjalën për ata që e dëgjojnë dhe e kuptojnë dhe që binden. E marrin për zemër këtë mesazh. Ti doni armiqtë tuaj dhe t'u bëni mirë atyre që ju urrejnë. Agape është fjala, ka shumë fjalë në greqisht, ju e dini, ka eros, ka agape, ka filia, edhe ca tjera që përshkruajnë dashurinë. Po agape në këtë rast, ajo fjala e dashurisë që Jezusi përdor, që përdoret në Bibël, është dashuria që Zoti ka për ne kur ne ishim, çfarë ishim? Mëkatar, po, armiqtë të tij. Romaka thot, kur ishim armiqtë të tij. Ndoshta kur nuk do arrim ta kuptojmë plotësisht se sa e thellë është dashuria e Perëndis, sepse ai është i papërshkrueshëm. Zoti është i pakuptueshëm. Mbase edhe kur të jemi në përjetësi, kur të kemi mbërritur atje, mbase edhe përjetësia nuk mjafton që ta kuptosh plotësisht se çfarë do të thotë të dashurosh, të duash siç Zoti na do ne. Të duash do të thotë të zgjedhësh të duash. Dhe kjo nuk është natyrale, natyrisht, nuk është e lehtë. Kjo është vështirësia. Po themi, Zot, si mund ta dua unë dikë që më urren? Si mund ta dua unë dikë që më mallkon? Si mund ta dua unë dikë që më prish punë në punë, më fut bryla, shkopa në rrota? Njerëzit janë plot me smir. Ju e shikoni për shembull rrugët e Tiranës. Sharjet nëpër taksi, nëpër trafik, nëpër gjërat. Njerëzit janë bërë ujq, thon. Ujq me njëri tjetrin. Jetojmë në një botë e cila është e egër, bëhet luftë në disa vende. Kërkohet më shumë për t'i marrë njëri tjetrit, e mbillet vdekje dhe gjithçka tjetër, dhe ndërkohë ne kemi një Zot i cili na thret me dash ata që nuk na duan, me dash ata që na urrejnë, me dash ata që na mallkojnë. Kështu që kjo nuk është diçka që ti mund ta bësh vetë, me fuqinë tënde, me talentet e tua, me, po themi, ato që janë pjesë e arsenalit tënd personal. Nëse lexojmë te Luka 6:35, jam përqendruar te këto vargje, por ju ti doni armiqtë tuaj, bëni mirë dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë. Dhe shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bijtë e shumë të lartit, sepse ai është mirëdashës me mosmirnjohësit dhe të mbrapshtët. Kjo është një thirrje për të qenë pjesë e familjes së Zotit, të jeni bij të shumë të lartit. Domethënë, mendoni çfarë favori. Krijuesi i universit, i botës, i deteve, planeteve, yjeve, gjithçka që ekziston, na thret ne për të qenë jo komshinj të shumë të lartit, por bij të shumë të lartit. Por ai është i çuditshëm, është mirëdashës me mosmirnjohësit, siç ne ishim mosmirnjohës, dhe me të mbrapshtët. Ky është përkufizimi i dashurisë së mbretërisë së Perëndis. Dhe ndryshon nga përkufizimi i dashurisë së botës. Edhe në botë ka dashuri, natyrisht. Ka njerëz që janë jo të dashur, po të adhuruar. Po ka një ndryshim midis dashurisë së krishterë dhe dashurisë së botës. Dhe ky është dallimi. Dashuria që ne japim është e mbretërisë apo është si e botës? Si është dashuria jonë? Ai na thret në një standard tjetër, në një pritshmëri më të lartë. Edhe duket sikur është gati e pa arritshme, Zot, si mundem unë me njeriu që më bën keq, të cilë mirë, gjatë gjithë kohës, okej, një herë, dy herë, po herën e tretë, Zot, herën e tretë. Nuk ja fal. Po kështu do ta dim që ne i përkasim atij.